Mjeku me urdhër të prerë, kurrë mos flini me flokët e lagur, ja pse. Fjetja me kokën lagur mundet që të shkaktojë dhimbje koke. Kjo ndodh pasi gjatë gjumit temperatura e trupit tuaj rritet duke krijuar kështu një çrregullim nëpërmjet temperaturës dhe sipërfaqes së skalpit dhe lagështisë së flokëve. Sipas ekspertëve me siguri, ditën e nesërme ju do të zgjoheni me dhimbje koke. Jastëku është ajo pjesë e shtrojës ku akumulohen bakteret më së shumti, qelizat e vdekura të lëkurës dhe gjithashtu vajrat e trupit dhe papastërtitë e tjera, të cilat krijohen nga mospastrimi i grimit. Kontakti i drejtpërdrejt i flokëve të lagur me jastëkun do të krijojë kështu terrenin perfekt që të asimilohen baktere të cilat mund të shpihen në infeksione të tjera. Gjithashtu në qoftë se ju flini me flokë të lagur mundet që të vuani edhe nga këputja e flokëve.